Përshëndetje të teleshikues të nderuar, përshëndetje të gjithë ju ardhashës. Pra ju si shihni kësaj radhe kemi ndruar edhe ambientin nga oda jon tradicionale, kemi ardhur me një odë tjetër, por kjo oda ku jemi ne sonte është diç më duket se më e rëndësishme se ajo oda që e kemi atje. Nga se nga kjo odë ka dalë rrezja e parë e arsimit. Kështu që nga kjo odë unë kam emocione të flas sepse në këtë odë së pari janë mbledhur burra shqiptar të cilët dhanë një kontribut të madh për themelimin e Universitetit të Tetovës. Çdo vepër ka historinë e vet, por historia vazhdon të mësohet edhe nëpër gjenerata. Aq më tepër kur veprat kanë edhe karakter kombëtar. Një vepër e madhe dhe e veçantë për ne shqiptarët në Maqedoninë e Veriut tash është edhe themelimi i Universitetit të Tetovës. Ai lindi pas shumë sakrificash, por edhe përkundër rezistencës së madhe nga qeveria e Republikës së Maqedonisë, madje edhe me një viktim. Universiteti i Tetovës lindi dhe lëshoi shtat. Lindi sepse këtë deshti populli. Lindi sepse populli shqiptar nuk lejonte që edhe më tej të jetonte në errësirë pa dije dhe pa arsim dhe civilizim. Shqiptarët u betuan për universitetin e tyre dhe thanë: "Ne duam universitet, si çdo popull tjetër në botë." E deshtëm dhe e bëm këtë. Për jetoj, thonë dhe monet, edhe pjeshket
300 vjete, edhe foshnje do prej në djepe, edhe foshnje do prej në djepe, roqesh për jetë universitete, i thonë roqë fusha dhe deti, hej forca jote o forcë tërmeti, i thonë roqë fusha dhe deti, hej forca jote o forcë tërmeti. Pra teleshikues të nderuar, pasi dëgjuat hyrjen për këtë emision, ne po prezantojmë edhe mysafirët e këtij emisioni që dhanë kontribut, siç thamë në fillim të emisionit, për këtë universitet. Kemi këtu edhe kryetarin e senatit të parë dhe njerit edhe themeluesi i parë me disa shokë të tij që ishin bashkë në këtot dhe u tha fjala se ne do të themelojmë universitet. Pra ky është profesori zotni Milaim Fiziu, i cili me të vërtet sot na ka dhënë një kurajë të madhe dhe na jep, thash edhe një herë, një emocion mua, sepse e di, e kam dëgjuar, por sot e kemi prezente edhe në emisionin ton, i cili do të na flasë për ato momente të atëhershme, për emocionet që kanë pas, për sakrificat që kanë pas dhe kush kanë qenë atëherë në këtë otë që u themelue edhe universiteti, dhe këtë otë rastësisht nuk është një otë që ne mund të themi se është një otë e rëndom, pra siç thash, këtë otë e bani të mundu dhe e lishoj Haxhi Bari Ganiu, i cili me zemër të madhe dhe me plot qejf kur e pa se këta burra do universitetin ta themelojnë bashkë në këtë otë. Zoti Milaimi, mirë se na erdhët në emisionin tonë. Së pari, më në fund edhe Universiteti të Tetovës u ba. Do të na folni diçka për ato momente të atëhershme. Po, jemi në prag të kremtimit të 25 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës. Natyrisht, për të ardhur në aktin e themelimit, duheshte mjaft aktivitet, mjaft punë, po edhe sakrifica që të mbrim atë ditë ku do të shpallet se ky universitet u themelua. Arsimi në gjuhën shqipe, në Maqedoni, ka qenë vazhdimisht problem. Për shkak se edhe me kushtetut, ne kishim të drejtë të shkollohemi vetëm deri në shkollë të mesme. Megjithatë, kjo gjendje, edhe me mbylljen e akademisë pedagogjike në 1988, edhe me krijimin e shteteve të reja, pra me shpërbërjen e ish Jugosllavisë dhe shpalljen e pavarësisë të shteteve të reja, siç ishte edhe Maqedonia, edhe shtetet e kështu republikat tjera. Neve në ngushtuaj rreth edhe më shumë. Një çështje tjetër që ndodhi me Kosovën, ku Kosova ishte nën administratës të UNIK-ut. Ata filluan të fusin do kritere, edhe ne ma se kishim të drejtë të shkojmë të shkollohemi sa kemi nevojë. Po caktoheshin kuota në çdo fakultet sa mundet prej Maqedonisë, se e konsideroshin si shtet i veçantë. Ne më parë s'kemi pas ata probleme për të studiuar në Prishtinë, sepse ishte një shtet, një federat, edhe nuk ishin këto barriera. Po ashtu, Universiteti në Tiranë, edhe ai na futi do kvota që ishin 10-15 student në një fush apo në një deg. Kështu që neve na ngushtuaj rreth shumë në mënyrë drastike, a nevoja ishte shumë e madhe, kështu që filloi të mendohet rreth hapjes së një. Fillimisht kemi menduar që t'jetë fakulteti pedagogjik.
edhe u përgatit një komision përgatiti elaborati, përgatiti gjitha aktet që duheshte, që do t'ishte vazhdimësi e akademisë pedagogjike në Shkup. Mirë po edhe ajo kërkesa minimale, ishte edhe ju refuzu. Në me thanë, kështu që neve në një form apo tjetër nuk në mbeti kërkes tjetër të bëjmë për fakultet, po vendosëm, debati parë ka fillu me 4 qershor, këtu në sallën e kuvendit të komunal të Tetovës, ku mblodh një numër i madh intelektualish, edhe profesor universitar, që i kishim në për universitetet në Prishtinë zakonisht, po edhe në universitetet tjera, edhe debatuam rreth kësaj ideje, edhe sa janë kushtet reale për ta nisë për të hyrë këtij projekti për me realizu. Loko me fo, wale nuko po muj, wabas loko me fo yoli. Loko me fo, wale se kara, wajoku nego, waye se kan pre, wa me yavata gane. Shok me det koj kom la, one koj mi shok me det koj kom la. Shok me det koj kom la, one se mas kodre ata lufto po bo, one se mas kodre ata lufto po bo. Moli, edhe koj maze, e kërë dyto me muhe, e paska në posde, e kërë dyto me muhe, e paska në posde je kërë. Paska në posde,
Atas kanë lënëve, e thënë kurën e lu, atas kanë lënëve jetë. Vlerësimit ishin se ne kemi potencial. Mirë po, kemi llogaritë se edhe pushteti nuk do ta pranoj me dy dur këtë projekt. I kemi bërë gjitha parashikimet, si me thanë. Disa pak me vonesë, sepse nuk mundeshim disa proceset i përshpejtojmë me hapa ma të shpejt, edhe pse dëshira gjithmonë ekzistonte. Megjithatë, me 4 qershor 1994 ne morëm vendimin për të nisë përgatitje. E pastaj të shifet cilët janë modelet që ne mund të realizojmë këtë projekt. Kështu që një grup që u formua përgatitëm elaborati për nevojat e arsimit në gjuhën shqipe. Në kuadër të elaboratit u parapan edhe sa fakultete, me sa deg, u parapan edhe mësimdhënësit, po tash duhet me qenë real, se ne kuadër universitar nuk kishim për gjitha fakultet. Ne kishim për fakultetin këtë katedrën e albanologjisë, kishim profesorë edhe me përvojë edhe me gjitha, në histori, katedrën e historisë, por në këta fakultet juridik ekonomik, gati se kishim shumë pak. Juridik kemi pas 2 magjistra, në ekonomik kemi pas 2 magjistra. Megjithatë, ne paraprakisht zhvilluam biseda me Universitetin e Prishtinës. Edhe rektorati i Universitetit Prishtinës në garantoi se komplet kuadri i profesoratit për çdo fakultet do t'jeti i angazhuar. Kështu që kjo ishte një barë që ne ne te kaloshim vetë, edhe u realizu ashtu edhe si që u planifikuar. Pasi pregatitje të bën, ne caktuam kuvendin e themelimit të mbajmë në sallën e kuvendit komunal në Tetor, me 17 dhjetor 1994. Mirë po, u dorëzua elaboratin në qeveri. Qeveria me 14 dhjetor në përgjigjet me disa konkluza se nuk pranohet, nuk miratohet elaborati për hapje një universiteti në gjuhën shqipe, sepse ju se keni të drejta bas kushtetutës se deri shkollimin e mesëm në gjuhën anëtare. Mirë, për ne ishte edhe atëherë edhe sot ka qenë e palogjikshme. Derisa e fillon ciklin nga i parashkollor, fillor, mesëm, në arsim ka cikle. Edhe cikli i fundit është arsimi universitar. Atëherë qeveria angazhoi policin që ajo të merret me këtë çështje. Edhe filloi policia, bile me 14 dhjetor, ne kemi pas një zyrat e El Hilalit këtu në Tetov, ku bëjshim pregatitjet e dokumenteve për mbajtjen e kuvendit themelus, atë ditë ndërhyni policia. I mori që ata bile edhe të maqinat për shtyp që kishim, edhe ata na i morën, mu e profesor Fadilin e ndjerë në murën stacion policis, edhe pastaj në ndajten, unë kam udhëtu, nuk kam pas orientim, as sot se di ku kam qenë.
një 2 orë gjysë rrugë, kështu si mbas orës që e shifrim. Atje u zhvilluan biseda informative, ata si kanë zakon, edhe pastaj mramje në lirun, tetovën e mbushën me polici nga gjitha qytetet tjera. Këtu në Reqicë vlon të bile. Edhe me 16 Haxhi Bariu, se kishim të afër më njëherë ka shi zyrën e senatit, e ftuam unë e Fadili, Agnitika më duket Haxhi, e do kolegë që ishim aty ha për ha, bëshim analizë se ne nuk do të mund të mbajmë kuvendin të Melus në komunë. Se policia të blokohe hymjet edhe tash. Ne nuk deshim që në start të im konflikt. Edhe po bisedojmë të hyni Haxhi Bariu, edhe pyti si shkojnë punët, se ishte vazhdimisht. Lidhje për rjedha me ju. Tha, mirë, po kemi një problem. Çfarë problemi? Po thash, ne vështirë se do të mundemi nesër të mbajmë në ora 11 mbledhjen në kuvendin komunal. Jemi të mendu ku të futemi dikund që ta nënshkrujmë. Tha, hiq mos mendoni, qeku është shpia juja, pisante, po të dë. Edhe në pikërisht sot dhe jemi në këtë orë. Edhe pikërisht sot dhe jemi në këtë orë. Zhvillojmë biseda pra të ndëgjojmë pra ne të bërë. Do të vazhdojmë ne. Tash të ndëgjojmë një pikë muzikore, nga si erdhëm deri tek Joda tash, e dim se kjo është Joda Haxhi Bariu, Joda prengun shëndritën rrezit e arsimit, do të ndëgjojmë pra një këngë. Që
shkoj me faqet bar, për ndër kombi shqiptar, pi që shkoj me faqet bar. Lumja ti, oj non që rrite, për këtë popull reze drite, kur kjo drit nuk do të shuhe, zemra tona do të ruhe. Kur kjo drit nuk do të shuhe, zemra tona do të ruhe. Profesor, ju cekët se tentuat që në komunë, në lokalet e komunës atje të bani biseda për lidhje me themelimin e universitetit, por thatë se nuk ju dha mundësia. Dhe ju në biseda me Haxhi Bariun u amundsoi që të kaloni këtu në këtë odë ku sot ne po bisedojmë e këndojmë së bashku. Këshilli, i cili ka qenë prezent për themelimin e universitetit, me siguri ka qenë në përbërje të disa antarëve. A mund të na cekni kush ishin ata që ishin pjesëmarrës në shkrimin, në themelimin e universitetit? Unë lëshova më parë të them se në atë kuvend, në atë takimin e intelektualve me 4 qershor, u formu një këshill për themelim. Ai këshill ishte në përbërje prej 15 antarëve, edhe ai këshill i vazhdoi gjitha punët që duheshte përgatit që të bëhen për atë. Në kryet ati këshillit u zgjot profesor Fadil Suleiman. Antar kam qenë une, ka qenë Murtezan Ismaili, Agni Dika, edhe tjerë, tash mos, edhe nuk kujtojnë gjithë me njëherë, po kjo ka qenë bërthama, si me thanë e këshillit, po gjithë kam pas angazhime. A ishi të gjithë në këtë odë? Po, këtu kemi qenë këshilli për themelim edhe kryetar të partive politike. Mirë, po këtu në doli një problem. Se themelus me bazë të elaboratit të Universitetit të Tetovës ishin 3 kuvendet komunale, i Tetovës, i Gostivarit dhe i Dibrës. Të njëjtin koncept si është themelu Universiteti Manastirit. Edhe ai është themelu mbi këtë koncept, të 3 kuvend, Shtip, Manastir edhe Prirep. Ne ndjekëm atë që tu hikim konfrontimeve me pushtetin, se mbet vetëm çështja e gjuhës më si më. Kështu që në këtë dhomë nuk erdhen 3 kryetarët e komunave shqiptare që ishin asë kohë. Sepse edhe kryetari partisë. Përfaqësuesit e cilave komuna ishin ata? Tetovës, Gostivarit, Dibrës, komuna shqiptare. Mirë po, këtu erdhen, ajo ishte koha 93, juve ju kujtohet, kur u përqa PPD-ja, si një subjekt, u krijuan 2 subjekte. Edhe ajo përplasje u përputh edhe 94. Kështu që ajo pjesa e PPD-s në krye me Abdurrahman Aliti, ato nuk erdhen këtë dhomë, këtë konak.
për shkak se ishin prezent këta të PPDSH-s. Edhe ne u gjetëm në një situatë mjaft të vështirë, për ne ishte me rëndësi 3 kuvendet të nënshkrujnë, se gjithë konceptin e kishin bazu në vendimin e tyne. Kështu që, mbas një komunikimi, këtu ishin Partia Popullore, Ilir Salimi, Arber Xhaferi, nga shoqatat, isha unë si kryetari forumit për drejtat e njeriut, edhe Miqereme Rusi si kryetare e lidhjes të gruas shqiptare, të El Hilalit ishte Arben Rusi, edhe këtat partive, po në ndërkohë ne kontaktojnim me zyrën e PPD-s në qytet, për të ardhë, i kemi lutë me një fjalë që të vinë. Ma në fund ata vendosën që mos vinë këtu, mirë po ata i kishin aqe edhe ministrat e vetë, 5 ministra, do deputet, edhe për ne ishte me rëndësi ata, po ashtu ta nënshkryjnë, se vetëm nënshkrimet tona nuk do mjaftoni. Kështu që mbas një konsultimi që bëm me kurrier, se atëherë s'kishte këso mjete komunikimi celulare, gaçka, Abdurrahmani na garantoi se mund të transferohemi, të shkojmë të zyrat e PPD-s. Edhe ashtu ndodhi, na i dërgoj veturën zyrtare që e kishte PPD-ja, kemi shku une, profesor Fadili, Miqereme Rusi, Gjivat Halili edhe një profesor, edhe shkum në zyrat e. Ne t'ju them drejtën, kishim pak drohe, mos është në një kurth që t'na kape policia, se një pjesë e kishim nënshkru këtu me aktin, edhe kishim me vete, shkojmë të nënshkruj, edhe mos jetë në një kurth që t'na kape, na i mare aktin edhe ta eliminoj e këtë aktivitet. Kështu që u nënshkruj, do me thënë, edhe nga ato ministrat, deputetët. Britëm ne aty, në zyrat e PPD-s ishte edhe një parti e Shkupit të Xhemili Drizit me Isen Ramadan. Partia Liberale. Partia Liberale, edhe ata ishin prezent aty. Randa ko edhe pse pat propozime që të debatojme edhe, ta shtyjme kështu gjana, ka pas vazhdimisht. Mirë po aty zoti Fadili ishte i pritte me sharat, po unë nuk lejon të shumë. Edhe, tha ne nuk kemi ardhë këtu, tha të debatojmë, ne kemi ardhë, pa jemi para aktin. 12 minuta shpallim. Ne nuk kemi dash të shpallim edhe pa ju. Po. Se kjo projekti përbashkë, ma në fund. Edhe ashtu ndodhi, e nënshkrujtën gjithë që ishin prezent aty, i kenin liber e kam putu. Edhe akti, edhe në lista po, i keni listën me emër, me mbi emër, me gjitha, kush kanë qenë, ku kanë qenë, edhe në shkrim. Historia o kur nuk shteret, por
Pra, teleshikues të nderuar, ne thamë edhe në fillim të emisionit se jemi në një otë ku e hapi zemrën dhe i hapi edhe dyert e shtëpisë që të futen këtu të gjithë ata të cilët ishin kryesorët për themelimin, për të dhënë fjalë dhe për nënshkrimin e themelimit të Universitetit të Tetovës. Pra ky ishte Haxhi Bari Ganiu, i cili me zemër të madhe i priti këta misafir këtu dhe u hapi dyert dhe hynë në këtë otë. Si e pritët ju këtë hap, zoti? Po unë isha i njoftaut. A vendos si e vendoset këtë hap? Ky është një hap shumë i rëndësishëm, por edhe i rrezikshëm. Po isha i njoftaut me folshëm 5 muaj përpara, kur u mbajt dhe thëna të këshillat komunale në një shoq, më bëni telefonat mu. Se gjithmonë i bisedoj që këto biseda, jo se unë dhe jem si të thënë, ja kryestarës në si afër dhe kundi. Po, si pjesëmarrës. Po, qashta. E në une isha i njoftaut. Tama ja kisha gajlen se disha situacinë si është. Me këtë rryshe që tërkund për kisha të leximet e gazetave, të palavra që bashkë. E nëse si erdha unë e këta unë prapë s'di që unë. Nuk jënë më të rëndë, pregadit që të ishesh që i bëjnë, punojnë mjeshtrit, remetojnë këtë bërsi lokale të rëqisë, se atje ku ishte Hilali, në atë disa investime u bënë është. Po. Nuk di që. Nuk jam në atë. Asë që më kanë lip dhe një farëndime, asë disë, jo e ku gjeqë. Ti në të rjedhe s'ke qenë farë? Jo. Po dalën për gjamije ditën që do të bëhet kjo rëmaja
me 14-in këto i bën këto prishje, ka dalën pi sabahit pi xhamisë, se ne njëri herë ka rëshit, tha, policia tha me të burgos, mi ta preshën bashkinë lokale. Ato ishin tani 20-30 gjëma, ato do ishin qëso shëmplodhat. O në të ishin kuat thëna, kuat më të mirë, 50 sa vjeçarish. U vazhdova të gjithë rruga, qëllova të shkatrosh, thokshin. Po, qaj që më bëni telefonat mu, kur isha në Dubrovnik, unë erdha në shtëpi telefonin e vërtajti, po këta u bëhë 8 ora, 9. Këto punë të moja vënohan e në më përrodhe, s'pagre telefonin, e ka shku në punë, e nuk shkova të puna. Thash Nuri, preshin, e në këtë të hilalit e këshin dërmavë tablën, se të ishte tabla ku kështë kanë universitetet të tëvës, ishin shkullë. Tha të kanë preshin, tha shpajnë teme, tha preshin. Si? Tha në banesa ishte, tha unë, ata i tha mo, atë natë ka kënë, kunati ata ishte Agnidika. Ata e the lidhën durët, ta më përtrisën shpajta, ne kisha një $200, këshin që ka Amerika të kush, ma më kërëtat që da $200. Usas muna. Bëjqetën e sosë. Shë pres që të gjanë bas të këti. Erdhë atë. Të ndajtë të i konsultau të punët të në shpaj. Bëj me lafe. Lafë që i s'ma merë menjë që mund botë. Thasha, bën vaki, thash, baram dhe një musafir ta banë, që musafirësh. Këto se kanë punën me, thash, universiteti të A shpak, po. Do të dhejmë, më dhe kitët konsultimet, në shpa i bëna, shkova i thashat e gjallit. Këta më drejtojnë këto, ku ishte zë një milejmi këto. Këta u bënë këto bisedat, po se da bëhat, Më të që? më të që gjithë da bëhat. Këta qëtaj me folë, do shta të kanë ditë pak, se unë disa shoka dhe i njërë një njëftova, të kanë dorë amikë. Dhe njëftova, që këta dhe folim, e në volneti e poplit që mi mathë, e në zoti një gjë që e da poplit dhe zoti i afron. Po. Afron. Po unë adje ishte njeri nëllët, kunate kishte, a unë kisha shok. Ishte sekretari i të gjmanit. E në thash, me mund në mjë edhe që kretari shtetë, me kretari shtetë, po e di që ka Të intervenoj. Po se. Diqka këta u patë që kjo si vla. Qëte kur erdhen këto delegatët këtane, policia bën lëvizje. Këto që jemi e madhja, atëri kishte të në digundit, të të vjeqarë, ashtë. Tha ba milicia, tha hecën, ama Fadili ishi smund, ishte aftoha i. Sham i lodhët. Sham i lodhët. I lodhët, të në kushtet e vështera. Disa gjënë edhe pregaditit të të këshin ditë se ku jem unë të më fkaqin të bëjë të pregaditit e moja. Po. Se më di ndreshët i bje që të lisë. Po, ama edhe shumë mirë kështë rapi, ne tregushe plonin, si e bane, si e Moskove punën, si regullove punën, që mos e dinë se ku shën këtu. Pa i qëllështaj, kur bisedovëm këto me familjen, me këto këshin zonë të mëjnë të pregaditin. Ju tha, ju tha se kjo duhet ba. ba. Po, musafirat e të kinen, këto, a mos e do botë, me këtë shpeci da heci situacija. E, shkota dhe mro, atë thash, to më njëherë këshin dhe mrau, Agnia, u disha unë to dikundi para akshamit, ashta? A më kërkush të në mrejë mronë mu se të vajde kush. Këtë ne pregazitëm këta situacinë e pregazitëm. Pa jo puna. Kur do vënë edhe kush do vënë. Ta kitë ishin durlidhët, kitë në marrë, qka trahë, ndështë në ditë ki kanë në tajnë burë, ki kini kanë? Jo, ne, ma vonë. Ma vonë? Ma vonë, Dikundi ka te atë ora më lejmërë ki shoqë, ki kunati, ki dhëndri Agnis. Tha, a jenë fjallë, këto pregaditit fjallë, bo fjallën. Erdën delegatët, këto prej 100 telefonë, unë nuk e di që telefonin e pranë këta poshtë se e kisha nartë. Fadili, po në të lafë, se me të adhën shej
kontaktuar, ku e di unë që të punë jam Punë shqiptare. në kopura jem ajo. Po. Ai pa kanë punën me Abdiramonin. Abdiramoni këto disa gjëja prap këto profesorët janë profesora apo zanatin tem këto nuk e kanë ditë. Këto ta kishin ditë se kush jam. Këto do mbyshin mu. Ato përbeshës që në drek. Po. Ja kalzon në zuhallin të supatën e në traupin. Qide. Kur erën delegatët këto bisedojnë në të punët, policia veç, ama këta nuk e dinë se unë nuk jom pikta. Qerin për jashta e kisha tablat Dubrovnikit. Dubrovnikit, po. Mu halë në mjifshin. Në mjifshin se, bëjqa këto një tre ditën e shkujsh, E në se shke nuk ka këta, po ka njërzit radoznal. Më dërqis. Këto përgaditjet si të kishin të vetat, të më nuk të këtë të mëjta, si kalzove se është puna shumë acaraume, Fadili s'mund të në hipi nartë marrë një qaj, të marrë Fadili të në do hapa, një nadlina, ko e të në qitë. Po. Sa të kishin shtrau sa pravecin në Ausja, shoshe vijis, najpini ishte I vogël, ishte një vjet e gjimë se shta. Kanë vuk ma isha marhama, ko e di në gjithë. Qes, do me thënë pregatitin qes. Atë me ka konë programi jeme. Po, programi I caucave njësë se tëne. Bravo. Ndëgjotash, kjo është shumë interesant. Po programi e tëne ka konë. Po, vazhdoni. Këto thë që qenë? Tha milicia tha hesën. Ato di bjen tha zilës. Po. Ne tha të dalën me këto të vavem qereve, tha pa marë parasit ku qenë. Po, që pregatin qeret për dasë. Po si. Po, ne kur të dalën të qelin dërën, ne qelin dërën, ato pas ka dasë. Kimi dasëm, e në qëse ma dhe tha, unë të shkuj. Në që u shkuar, për të shkush.
kur nuk është eroj, I lufta kosit, ajo dhe të fishoj, për t'i flamur, kongë mërë lauta, jo në qudje, pa të kërkojnë një huta, për Shqipëri, I kongës jamar. Haxhi, ju sa jeni krenar? Une? Që jeni me vërtet shqiptari I parë dhe ai që Po, I hapët derët. që krenar Që ka shumë kombëtar. Po, kjo krenar po dhe po. Këtë thënë krenar. Po kishim bagazhin, mbas se kishim shqiptar, Po. pa shqiptar gjithë bësh. Pa profesora gjithë bësh. Po. Këto ishin të se. Këm konë në të rjetin gjithmonë me këto gjojt, se me Len Fadil ju që I thënë Len Fadilu, ne si akranët, ta? U ka zohë pak para. Ai, shkohet. Ato, si në zonë, së të tekshim në klasa Macedone, me Macedonët. Si ishte mbush Shqip, s'kish vend, Macedon që, dash të dash. A, zë tekshim në të koridorët, klasa Macedone. Që tërë njësh ju pak me... Mo jo, I një njëfto se këm kanë ataj, ai ka shku, këm shku në une. Po. Bënë e sarë këtë 63 mëtë. Sosët viti shkollor, I marrë unë 2 klasë, Fadili merë 4 klasë, se një vjetë për para, se kishë bënë ushtërinë Fadili. Shkon, e në mon, në nuk shef në në. Atëherë u pat këto mua, në Këta u pa, po prapë nuk e njoh Fadilin. Fadil Sulejmani, për nuk e kom pasë klasë. Po. Ka konë qëtër kundi, nuk njifë. Bas 2 mujve, kur fillan mësimi, bas 2 mujve të dikut në ma ishte, Po. Nërkëm një lokal për universitetin duhet, të I zotnia ishte pi Orashi. Shkum në Orashi, lavë ma beta gje, ishte në bejt Kamberi, mësusi. Indjeri, po. Për Indjeri. E ma beta ta, ma erdhën të shoshnija, ta me bejt zotnia ishte në Gjermani. Nuk e kishin në nërment të ashtë. As në japën me qiras, pa qiras, ta shesën për gjahicën, nësim nuk sa se punë, ama u po 12 ora. Shef Fadili ku të shkoje. Ajde ndarë në të Lojdi të ham një darkë. Një të hime në të Lojdi që kësha. Ma erë me i zotënije I kështë një Fadilin, zotëni Milejmi. Interesant kjo. A I sa ta u dhate në punëtuar dhe tha, kitë për jashtë. Sekund I kanë qitë për jashtë, kitë klientat. Po. Vetëm sa në 3. E në hitëm poshtë podrumë. Ne kështë regullau sofrën, darkën e hongrëm, dhe porosajtëm kafën e në pajs Fadilin, ju si kini nesë, këtë punët tuja ka, si. E në kalzonë më pi ushtrije, 8 vjeqarën tha, Se e shkollën krejt. 8 vjeqarën tha, marshaltita. Po. Atëherë të kujtohet se... Po atëherë, thash, tamam. E në pjatemo, si, po, këta me zotni Milaimin, kur bas kita të në sakrificave para kësaj punë, një 2 vjetë për para, 3, sa ishin. Kod Sarajev shkoj, une lexoj do materiale, në shkoj ta vizitë, a më jem të në uthjem. A më para kësaj... Pa para, para. 87. Ndalëm unë në Sarajev, shkoj ta vizitë, shkoj të Nafija, kje kishte shok. Nafija në unë pësharin. Thash ko marë ta vizitë, thash Milaimin. Ka konë punë ndalta, ka qipi punë, si ka punë, tha, I shkon ka tha një hamburger, gjë, 2 pësh hamburger. Shkum të kioskja, taj, punëtore, taj, pajsër. Që shte ka shku të pushoj, tha, e na I ka liqë të zakon të më sërgusi. Do të thënë, kjo ishte ajo sakrifica tuja, Po. dëshira ju për të ardhur punë në këtuat. Unë më intereson, unë ndëgjova një këngë, do të këndoj pastaj edhe Tahir Seferi, në fund këngën e përfundoj, tha kjo ota duhet bëhet muzej. Po. Si mendoni, duhet bëhet muzej? Po duhet bëhet.
Po. Do të bëhet se Kur di se që vetë kisha muzeja kanë mbet për të shqiptarët që nuk kanë bë muze. po, do të thotë se kjo ot ka bërë aq shumë, ka sakrifikuar aq shumë që me të vërtet meriton që të jetë. Po të po, edhe normal. A ka ndryshuar kjo ot prej atëherë? Ja, s'kemi prek kur Si atë është të shohë, do? Nuk kemi qurë Rizhanë shokëve kemi qurë gjerqosh. Se mu tha pak para Gjibariu tha, Mileni tha ka qenë i ullet mu që për kushtë të qitë gjithë. Pas se tha Arben Gjaferi, tha pas të Po, mi qere me... Edhe... Se ju e keni atë fotografi e keni parasisht. Po, e është edhe një... Po, edhe në libër. Këtë kemi biseduar gjatë dhe në shumë herë, mi gjatë këtë punën e kësaj historisë. Na munguj shumë historia. Historinë e alfabetit më kishte kanë, nuk do vajnte historia e universitetit. Po, Se po. Kot më ka thonë ilirologi Aleksandar Stivčevići, tha, bud të sretni, što imate baš jezik i vaša slova ste imali. Da na tinit knaqët se keni germa tuja e në guhën tuj. Tha, mund tim, tha, në unë, tha, oni se më tha ilirolog, mund tim, tha, në unë, tha, për shqiptarve, që nuk është në atishme, ja ti të shqiptare zorë. A i ka koni lirolog. Tha po, ju tha du t'i një të kënaqët. Që keni më atë. Pas asaj pune, që alfabeti thënë në manastajrë, me shku të shefni ju në manastajrë, kur gjindet alfabeti Shqip, mjerim. 25 milion shqiptar ka në rruzin të Kosovës. Amo ka pas, që mund t'kite në 40, 25 milion, në atë mjerim që të 25 milion ka 1 euro të japën, 25 milion evra. Vjen manastiri. Të ndojgjëm pra një. Një di fjalë u a kisha thënë, për Haxhibariun zemër gjënë, eftoj në shpi parin e tëndë, firmosën këto dokumentin e paqim me jetë universitetin. Shpia e ti ishte hapur për student e profesor, me moral ishte mbathur, i priti delegatët si darsmor. 25 vite u bën, e kujtimi nuk u zbet, si s'ju tek dikuj të vinte, këtë shtëpi ta shpallë muze. Plaka në të tomun do të plaka në jetë reja e pleqe plaka në të tomun do të plaka ne nuk lipën mas gjatë jetër vetëm lapseretër i që shkollimin ta vazhdojmë gjute nanë i që shkollimin ta vazhdojmë në të nanën, gjute nanës shqip të mësojmë. Unë do zjarë i do
shkogë shqiptari. Ne nuk lipëm as gjatë tjetër, vetëm lapse letër, i që shkollimin ta vazhdojmë, gjute nanës, shqip të mësojmë. Ne nuk lipëm as gjatë tjetër, vetëm lapse letër, i që shkollimin ta vazhdojmë, gjute nanës, shqip të mreti, në manastir kongresi alfabeti, për radhë dhe për flamur, vite shqipës janë përkur. Për radhë dhe për flamur, vite shqipës janë përkur. Ne nuk lipëm as gjatë tjetër, vetëm lapse letër, i që shkollimi ta vazhdojmë, gjute nanës, shqip të mësojmë. As gjatë tjetër, vetëm lapse letër, i që shkollimin ta vazhdojmë, gjute nanës, shqip të mësojmë. Ne nuk lipëm as gjatë tjetër, vetëm lapse letër, i që shkollimin ta vazhdojmë, gjute nanës, shqip të mësojmë. Sa ka ujë Valdeti, të ndaroj për jetë universiteti. Profesor, me sakrifica të mëdha, si që ju treguat për historikun e themelimit të universitetit, por si përfundim, universiteti u themelu. Çka do të na thoni pastaj për universitetin dhe rrjedhat e më të tjeshme të universitetit? Po, pas aktit themelimit që unë shkrujt, edhe unë morë faktikisht edhe vendimit definitiv i prerë, duheshte të vazhdohet. Në radhë të parë, duheshte të konstituohen organet e universitetit. Ma parë, në aktin e themelimit ne patëm parapa 6 fakultete. Në fakt, 7 ishin fillimisht, ai fakulteti i shkencave islame u tërhoq me sugjerimin që na bën dhe ndërkombëtar. Mos ju akuzojnë për fundamentalizme dhe ateizma tjerë, dhe hiqja ma mirë, ma vonë, futnja kur doni, kur e ke ndorë ti, mund të themelësh kur dush.
Kështu që e hoqëm edhe u aprovu vendimi me 6 fakultet. Zgjodhëm senatin e universitetit me përfaqësues nga 2 senator nga çdo fakultet. Dhe një administrat që kishim të vogël, një përfaqësues, edhe partitë politike. 3 partitë edhe shoqata, 2 kishin përfaqësues në senat. Sa atë ishte edhe me ligjin për arsimin e lartë, të asaj kohe që shteti, me që ne pretendonim që ky të jetë universitet shtetëror, jo privat, si e quishin ata. Mbasi konstituum organet, fillun të punohen programet, edhe pse ne parimisht vendosëm në senat që t'i marrim plan programet e Prishtinës. Sa ata ishin ma kështu, ne nuk mundeshim diçka të shpikim. Ai universitet 3-40 vjetë përvoj, vendosëm që t'i marrim ato, t'i adaptojmë normal në rrethanat tona, edhe përgatitëm fillimin e ligjeratave të para. Edhe aty kishim problem, se do objekte si që Sheku Axhibariu në ish bashkësinë lokale të Reqicës vogël, ai ishte një objekt ku neve për fillim ne plotësonte kërkesat, mirë po në i rënun. Shteti e rënoj edhe nuk në lejun më edhe ta rregullojmë. Kështu që do analiza që i bëjnë, akoa lëviste, vendimet duheshet merren ha për ha, edhe ram në dakord që ta bëjmë në Poroj. Fillimin e ligjeratave to. Duke mendu se Poroj është një fshat karakteristik, edhe nuk ka në qytet. Po, periferi. Është pak periferi, edhe bisedu me muftinin e Tetovës, që ata të në lirojnë me ktepin, që kishin në kuadër të oborit xhamisë, por se ai si shu objekt fetar, policia nuk guxon të hyje, e mund deri te dera, po mbrenda zguxon, se është objekt fetar. Kështu që edhe ashtu ndodhi. Me 15 shkurt, ne para oborit të objektit bashkisë lokale, e bëm hapjen solemne të punës të veprimtarisë, ku patëm edhe delegacionin amerikan në krye me Joseph Diogardi. Me bashkëshortin e vetë Po, ishte. Shirley Cloyce, edhe një profesor nga Universiteti George Washingtonit, i cili pastaj në një vizit që e bëm me profesor Padili, nënshkruam protokollin e parë me Universitetin e George Washingtonit për bashkëpunim ndër universitat. Do me thëmë me kam të mbarë. Po, edhe kjo në dha një mbështetje fuqishme. A mund t'ju them se Universiteti i Prishtinës me njerë edhe ata, po i pari protokolli i Washingtonit. I dytja i bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës, Universiteti Tiranës mbas 3 vjetëve. Patën një rezervë për mu edhe sot e pas figush. Ndoshta nuk është besu se është themelu universiteti. Nuk e di. Kur George Washington University je publikisht që e keni në liber faksimilit, ata taktizun, është problem që te i kalu mos e zgjas. Profesor, ne me të vërtet ndim një kënaqësi të madhe, sepse të flasësh për themelimin e universitetit është duhet një kohë gjatë, duhet ditë, sepse ne i dim sakrificat tuaja, se jemi në atë moshën kur e kemi përjetuar. Unë kam atë fotografi në si se çfarë sakrifica është bërë dhe çfarë bashkë momentin kur ishte Joseph Diogardi atëherë.
Atër ishte me vërtet tensionume ishte situata. Ne ju falendrojmë edhe një herë që ju përgjigjet. Desha të shtoj vetëm diçka që e ceke dhe ty edhe zoti Seferi për këtë shtëpi. Kjo shtëpi është e bekume nga Perëndia. Po. Kjo duhet ketë një status të veçantë. Ideja ime ka qenë edhe është, po sot nuk pysim. Kjo është si shtëpi duhet shndrohet në muzej, kurse familjes të Haxhiut të ndërtohet një objekt i ri këtu në rrethin. Kjo duhet bëhet patjetër sepse nuk ka. Shërbej si muzej. Qofse jo, kjo kush? Po, nëse nuk mundet, bëre një plak. Sigurisht për një plak një... Kete një shenjë ku hajde ne që jemi ende që i kemi përjetu, po do të vinë breza të ri. Ata prej kësaj do të mësojnë për këtë universitet. Profesor, Ne jemi të kalushëm gjithë. ato student që kanë dalë tash, Po, ata me sigurin do njëni për tyre do të merë dhe këtë iniciative dhe unë shpresoj dhe jam basi i bindur se ajo do të bëhet. Ajo do të arrijë sepse prej këtu kanë dalë edhe tonë. në akademin që parashifet për nder të 25 vjetarit, unë do të propozoj edhe aty Sigurisht. Kjo ide është edhe dëshirë, Po, po është edhe edhe meriton. duhet të shpallet mjaft 25 vjet janë boll, ai universitet duhet t'i vetë emri i Fadil Sulejman. Ai duhet ketë emrin, se edhe në atë kohë, kur ishim fillim, këto partive me përbuzje, e di? Po, Atë universitetit Fadil, po, po me përbuzje. Atash duhet t'ja vem emnin, po. Tamam, si duhet. Dritë për jetë, date ku që 28 e në ndori tot historise, dite madhe e pavarësise, shumë derim gjithmonë kësaj dite, jetë gjatë flamur e Shqipe. Rush në zemrën e Skënderbeutë, kur të valviti e Fladi Malit, shohim dorën e Smajl Qemalit, edhe penen e Naimit, lak në gandi oj boletini. Zemrat gjakun o na I kanë dhone, për lirije, për vatane, I lidh brezat, besa e burrit, nanin Shqipjar mes flamurit. Djepët e fmise, je simboli I shqiptarise, veç një gjakna rjethën e vena, gjaku I Shqipen so me dy krena, veç një
gjakina rrjedh në vena. Gjaku I shqipe sa me ty krena. Profesor Dr. Fadil Sulemani për themelimin e universitetit kishte edhe disa përkrahës, edhe disa miq që e përkrahin këtë ide. Ishin dy miq që kishin vendosur një ëndër të bëjnë realitet. Ata vinin nga Malësia e Sharit, nga Bozovca e Largët, me njerëz bujar, por të etur për dije. Lazim Destani dhe Fadil Sulejmani, dy pishtar të Bozovcës që u betuan se do të hapin shtigjet e reja për kombin e tyre. U betuan dhe ishin të vendosur sepse Malësia e Sharit dhe shqiptarët e Maqedonisë kërkonin dije dhe dritë. Kjo ishte ëndra e tyre, të themelohet tempulli I dijes, të kenë edhe ata universitet në gjuhën anëtare si çdo popull I civilizuar. Dy miq, dy shok të Bozovcës do të mbeten në histori si dy veprimtar më të mëdhej që do të I vënë themelin këtij tempulli të ardhmërisë. Fadil Sulejmani ngrinte duarët lart duke treguar lapsin dhe fletoren, ndërsa Lazim Destani ishte krahu I tij që e bante edhe më të sigurt këtë fitore historike. Nuk kishte forcë që mund të shuante vendosmërinë e tyre dhe vullnetin e pathyeshëm të popullit. Kjo solli fitoren historike, universitetin e parë shqiptar në Maqedoni. Se ne duam laps duam, shkruajm duam, nuk duam marrëm. Ne kemi zgjedhur rrugën e arsimit. Rruga e arsimit është rruga e paqes, e prosperitetit, e stabilitetit të Maqedonisë. Dhe kjo do të fitoj. Ne do ta ndërtojmë një ardhmëri të përbashkët. Prandaj nuk ka kërkush të friksohet nga arsimi nga shkolla. O sa shumë të top kemi prite, me bodasam edhe në një dite, me marnusen dhe mor me kunore, hej me mbushë votrena, e mor me darës, mor me det, Bite tove e morte kalaja, krisi pushka e u krisi mortaja, nisi dasma e u nisi sevdaja, e u shkaunezia, e zuni belaja me det. Pushke par o sabani bome, tanë malësia e unë auqune kombe, vice sërc o na janë bashkue, Shqipkovices o pjalmi kanë que, me Bozovc brodec e veshal, e une kalamova, jo ndasë me ardhë me det. Zoshtë e Shqipes o na janë bashkue, liset gajre o mos me i harue,
koritim o kur ne bajrakun ne kedasemo o do derdhim gjakun me det lidhën besën e mor burë me bure janë betue e mor në flamure kanë vutopat heu në istikame heu ja dhanë plakena heu në kateran me detha bini vlezër e mor ju lumë dora po tre dibra e po tre kërqova po tre shkupi edhe kumanova Tret Presheva o e mbar Kosova e u veç këtu bahena o këto dasma tona me deton e u veç këtu bahena e këto dasma tona me Teleshikues të nderuar, pra ne e pam dhe dëgjuam pra se në këtë botë çfarë është biseduar, çfarë është nënshkruar, çfarë është themeluar, por sonde në këtë botë edhe u këndua të gjithë këngët patriotike, dhe kështu që kjo botë më duk se buzëqeshje edhe më tepër se atëherë. Pra ne, po neve asnjëherë nuk na lanë pa buzëqeshje këto rapsot të mrekullueshëm. Pra ne këtë emision e realizojmë me pika muzikore të kënduara nga kolegët tonë dhe nga rapsotët e nderuar, nga Sinan Zylbehari nga Gustivari, pastaj Blezit Lamadhari nga Shkupi, Tajr Seferi Pashu nga Shkupi dhe Nekzimi nga Gustivari. Ne ju falenderojmë edhe juve, mysafirë të nderuar dhe ju kontakte të nderuar, që ne vërtet ne begatuat emisionin me këngët e tua të bukura. Profesor, unë edhe njëherë ju falenderoj, uroj nga zemra që Zoti ju jep shëndet dhe jetë të gjatë, sepse ju na duheni dhe kombi tonë ju i duheni. Faleminderit, po edhe unë desha t'ju përgëzoj për këtë ide që ta manifestojmë këtë 25 vjetor të universitetit dhe ta gëzojnë brezat e ri, gjeneratat e reja. Inshallah, falenderit shumë. Faleminderit profesor. Haxhi, shumë falenderit. Zoti të shëndet, jetë gjatë dhe të narosh edhe Haxhi, simboli kësaj bote. Faleminderit shumë. Din jetë komplet.
shtu ka bo shtriga Serbi, shtu ka bo e shkite shtriges, vriqin gjemte i liride. Vesim një shtatë dhe të di, vriqim babat me gjemte vet, i vranë reqon 115, ja vranë haqi frit mi gjojc në vet, e vranë shkete në prak të deres, tu i pi fosh një kanorin të në gjere. Qani nuk e që preku e ka godit, ishta qifit u jurit, djali vogel 12 vjeqar, kur u rrit u ba legendar, ju bashku balit komtar, me gjem hasen ka bashkëpunu, me push ndo gjali ka luftu me komita o tu i luftu, s'mun familjen aj me haru, shkoje do qo belicicen, e kallim flak e dhentim të zi, i ka gjek pleq e të vogel shki, shtu me brën të tri mire qanit, oj do qki ditën e bajramit, zdripi posht aje do që ma vroben, ti me flak e kalilem noven, shkoj rethoj o një kifaroben, jalla flak e dhe tim të zi, dreka tunde aji boni hi, e nderoj kret ke shqiptari, luftoj trimi aj për vatan, i zbar liftire kret shatit reqan, s'do t'harrohet o veprajti, e me dha qifi. Për shikues të nderuar, ky emision u realizua me rastin e 25 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tetovës. Ne ju urojmë gjithë të mirat dhe mirëmbëqje. Shabani me mora
luftu, pa thirrjem të me luftu. Shpejt e shpejt e thret Hamzën vllaun e vet, zinja derën pritjen aton, e mas t'i shojmë as një të gjatë. Hamza me dajt vet, këshirëva demit a qka pa i thet, këshire baba sa halë po në qet, edhe sa e qet ka një për vret. Shka na zgan, hama lufton edhe kënon, nga një kne bishat serbis, o jem një patavlet delis, keni, e u kalli vehten të faroj ty.